Ish zyrtari policor Gjurgje Ali akuzoi për veprën penale të zbulimit të fshehtësive zyrtare nga neni 347 paragrafi 2, për të cilën vepër parashihej dënimi deri në 5 vjet burg. Mirë po në fjalën përfundimtare, prokurori i çështjes Bajram Hamitaga bëri ricilësimin e kësaj vepre nga paragrafi 2 në paragrafin 1, për të cilën dënimi i parapar me kodin penal është deri në 3 vjet burg. Gjykata shpalli aktgjykimin të premten me të cilin e gjeti fajtor të pandehurin Gjurgje Ali dhe sipas të cilit ai dënohet me 1 vit dënim me kusht. I akuzuari po ashtu obligua që të paguajë të gjitha shpenzimet e procedurës penale, si dhe paushallin gjyqësor në shumën prej 800 eurove. Me këtë vendim të gjykatës nuk u pajtua mbrojtësi të akuzuarit Gjurgje Ali, i cili paralajmëroi se do të bëjë ankesë në gjykatën e shkallës së dytë. Për fat të keq, gjykata sot mor vendim fajsues, me të cilin Fatmirin e shpalli fajtor për veprën penale për të cilin akuzohet dhe e mor një vendim lidhur me dënimin me kusht për 1 vjet. Por megjithatë, është çështja e gjykatës si do të arsyeton, edhe ekziston edhe instanca e shkallës së dytë ku do të sqarohen gjërat. Aktakuza ndaj Fatmir Gjurgje Alit është ngritur në maj të vitit 2012 nga prokuroria themelore e Prizrenit. Ajo e ngarkonte të pandehurin se nga viti 2009 në vazhdimsi, në cilësinë e mbikëqyrësit të zyrës dhe zëvendësshefit të njësisë së inteligjencës kriminale rajonale në Prizren, kishte dërguar pa autorizim informacione një shtetasi të huaj. Sipas prokurorisë, këto informacione Gjurgje Ali në mënyrë elektronike i kishte bartur fillimisht në emailin e tij privat, e pastaj u ka mundësuar personave të paautorizuar të kenë qasje në këto dosje.